Tiranë. Ashtu si 4 vite më parë, kryeministri Edi Rama do të vendos një tjetër bast, po në Kuç të Vlorës për mandatet që sipas tij Partia Socialiste do të fitojë në 11 maj. Jemi rregull 4, po e pa. Rama u shpreh se kjo do të jetë fitoria më e madhe ndonjëherë për socialistët. Ne do marrim më shumë mandate se ç'kemi. Këtë do të them. Se sa do marrim, do ta them në shkrim në Kuç, ati të vëndi ku i lëun në shkrim, që pastaj i vën ata në kornisë. Po, më duhet dhe pak kohë, që të kuptojmë tamam se ku jemi. Po, afër jam tani. Kryeministri bëri një koment edhe për arrestimet nga radhët e EPS-s, duke thënë se kur votuan në reformën në drejtësi, ishin të vetëdijshëm se shpata do t'i godiste në të dy anët. Që nëse sot ka ish ministra, kryetar bashkie, personalitete ose figura, po themi, zyrtare, tjerë, në problemet hapura me drejtësinë. Si erdhi kjo ditë, Fadil? E ke bërë pyetjen vetes apo jo? Si erdhi kjo ditë? E solli Zoti këtë ditë? Vetë? Pa ndihmën tonë? E solli Amerika me aeroplanin këtë ditë? Apo e solli BE-ja me anije? Se Amerika dhe BE aty kanë qenë që në 91. Ke parë për shembull qeveri, kryeministra që vrasin njerëz. Këtu, poshtë dritarëve, janë vrarë njerëz. Të pafajshëm, qytetarë që erdhën protestojnë këtu. Kreu i qeverisë ironizoi gjithashtu edhe kreun e PD-s Sali Berisha për shpalljen non grata nga Shtetet e Bashkuara. Ore ja hoqën non gratën ti. Keni në informacion ju bufit. Ja hoqën ti non gratën, si shkoj punë ti. Nuk është se ndryshon në gjë, se buf mbetet, po sikur nuk e kanë hequr duket. Rama ftoi edhe diasporën të votojë për socialistët për të bërë të mundur integrimin evropian.